Tensionet në lindjen e mesme kanë njohur një tjetër përshkallëzim këtë të enjte kur ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz lëshoi një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj Iranit. Ajo që i bëm Hamasit në Gaza, Hezbollahut në Beirut dhe Bashar al-Assad në Damask, do t'ja bëjmë edhe Teheranit, deklaroi ai duke akuzuar hapur Iranin për mbështetjen e rebelëve Houthi të Yemenit, të cilët disa ditë më parë lëshuan një raketë drejt aeroportit ndërkombëtar Ben Gurion në Tel Aviv. Deklarata e fortë e Katz vjen në një moment kur Izraeli ka nisur tashmë kundërpërgjigjen ushtarake. Forcat ajrore izraelite kanë sulmuar këtë javë aeroportin e Sanas, kryeqyteti i Yemenit, si dhe disa termocentrale në përgjigje të veprimeve të rebelëve. Houthit, të cilët konsiderohen pjesë e të ashtu quajturit boshti rezistencës së udhëhequr nga Irani, kanë marrë përsipër përgjegjësinë për disa sulme me raketa dhe dron kundër Izraelit që pre shpërthimit të konfliktit në Gaza. Megjithatë, Teherani zyrtar mohon mbështetjen ushtarake ndaj tyre. Ndërkohë që përpjekjet ndërkombëtare për qetësimin e situatës vijojnë rebelët, Houthi nënshkruan të martën një marrëveshje armëpushimi me Shtetet e Bashkuara, por paralajmëruan se nuk do të ndalin sulmet ndaj objektivave izraelite. Ata deklaruan se të mërkurën kanë lëshuar 3 dronë të tjerë drejt territorit Izraelit. Kërcënimi i Izraelit ndaj Iranit përbën një përshkallëzim të rrezikshëm në rajon, duke ngritur shqetësime të reja për një konflikt më të gjerë mes Izraelit dhe boshtit të përbërë nga aleatët.